shumë interesant dëmtimi I stresit dhe çuditërisht mbi muskulin e zemrës zbuluar në 1990 rastësisht në Japoni, nuk e dinin akoma, as e ljeja, nuk e dinte as e ri. Dhe çfarë vënë re? Vënë re që zemra, kjo është ana diastas është zemra normale, pak a shumë, skematike, kurse majtas është zemra e smur. E stresuar. Shikoni zemrën e smur aty, e cila pjesën e majës dhe të gjithë pjesën e mesme e ka si formë balloni, të fryrë. Dhe pjesa normale është vetëm ajo baza në fund. E qartë. Në krahasim me këtë që shikoni që është e gjitha normale, aty nuk ka ballon. Këtu është e balonizuar dhe quhet ose zemra e thyer ose zemra e balonizuar. Çfarë ndodh? Duke qenë se dëmtohet një pjesë e madhe e muskulit të zemrës, pra pjesa më e madhe, pra pjesa e majës së zemrës dhe pjesës mesme dhe mbetet vetëm pjesa bazale, forca kontraktuese bie. Dhe këta bëjnë një pamjaftueshmëri të zemrës, insuficiencë kardiake që kemi ne, me vështirësi në frymarrje, me dhimbje gjoksi e kështu me radhë. Është vërtet një klinik shumë shqetësuese për ata që e kanë provuar, që e kanë nder. Dhe kjo vjen papritur. Dhe kjo ndodh më shumë tek seksi femër pas menopauzës. Dhe këtu mendohet që janë estrogenët, ulja e hormoneve estrogenik, të cilët duke qenë aty poshtë ky është një mendim, të cilët I favorizojnë më shumë femrat se sa meshkujt. Të meshkujt kjo ndodh më shumë tek ata që përdorin drogë, kryesisht. Po femrat e kanë rreth në ato dëmtimet, statistikat e dëmtimeve të enëve koronare ose të infarkteve të tjerë, të zënë rreth 2% pak a shumë. Dhe është një klinikë vërtet shumë shqetësuese, alarmi është I jashtëzakonshëm, dhimbje e fortë, gjithmonë mendohet se është infarkt miokardi. Dhe po të shikosh dhe elektrokardiogramat, janë shenjat sepse vuan muskuli I zemrës, shenjat e infarktit dhe kjo krijon një panik të madh. Në këtë rast bëhet koronarografi. Dhe mrekullia është që koronara janë normale. Pra s'ka gjë. Ajo del normale. Ajo del normale. Ai ekzaminim del normale. Del krejtësisht normal. Domethënë këtu nuk kemi një sëmundje, pra këtu nuk kemi eksakt. Klinika është komplet e infarktit, mjekimi pak a shumë bëhet aty, sa të marrin vesh se çfarë bëhet. Dhe dalin koronare normale. Dhe kështu që praktikisht është kur bëjmë ekografin pastaj, çfarë ndodh? Nga urgjenca bëhet përpara koronarografia për të përjashtuar infarktin. Pasi përjashtojmë infarktin, bëjmë një ekografi, një ekokardiografi. Dhe ekokardiografia tregon këtë, pra tregon balonizimin e zemrës, të majës së zemrës dhe të pjesës së mesme të zemrës, kurse pjesa bazale është normale. Këto zakonisht kalojnë rreth për 21 ditë, 10 ditë, këto ikin vetvetiu. Domethënë shërohet I smuri, shërohet personi në mënyrë spontane, të jashtëzakonshme, të rriqet komplet baloni, zemra merr pamjen siç është aty, dhe kështu që situata përmirësohet. Pra, është vërtet shumë alarmante fillimi, por është vërtet shumë I këndshëm përfundimi. Për arsye në fundit nuk mbetet gjë. Por, në 2-3% të rasteve, kjo dhe mund të përsëritet, pak a shumë. Po, faktorët e rrezikut, doktor, të sëmundjeve të zemrës, faktorët e riskut që I quani. Po, këta faktorët e rrezikut është ajo që unë përmenda dhe përpara, domethënë faktorët e rrezikut është diabeti, është hipertensioni, është rritja I yndyrnave njak, që janë faktorët kryesorë, pastaj sigurisht obeziteti e tjerë, por këto janë 4 kryesorët, stresi këta I acaron. Domethënë I stresi këta I nxit dhe këta bëhen më të dukshëm. Domethënë, në qoftë se ne kemi stres dhe kemi një njeri me tension normal, fjala vjen që mjekohet, futja e stresit e thyen përfundimisht, I rrit tensionin dhe e kemi vështirë nganjëherë të rivendosim ekuilibrin e tensionit, e normalizimit tensionit ka patur përpara. Po ashtu edhe për diabetin është e njëjta gjë, na thyet keq diabeti, po ashtu edhe ata që pinë sigurisht edhe ata që pinë duhane kanë shumë keq, sepse duhani ndikon ende të gjakut, shtohet stresi, praktikisht dhe kam përshtypjen që e keqja qëndron që njerëzit që kanë stres pinë shumë duhan me idenë që unë do ul stresin. Dhe më vinë aty më thonë në kund bëjnë të kundërtën dhe afrojnë fundin e tyre tragjik. Kështu që kolesteroli gjithashtu rritet, me fjalë të tjera, kjo nëna është nëna e gjithë të këqijave. Stresi është nëna e gjithë të këqijave. Siç është
kripa e jetës dhe puthja e vdekjes, pa diskutim. Me këtë më kujtohet një për Eustresin, më kujtohet një bisedë shumë interesante që unë kam bërë dikur me të paharuarin Ferdinand Deda, kryedirigentin e orkestrës simfonike ka qenë vërtet talent, ka qenë një jashtëzakonshëm, njeri shumë i mirë, shumë i talentuar, dhe duke pirë një ditë një kafe, bëhesh festivali i këngës në radio televizion ato vite, flas në vitet 80, kupton. Edhe duke pas stresi roan dhe i këtej dhe duke ditur që Eustresi të jep kënaqësinë, të jep rritjen e frekuencës kardiake, kur ti e ndjen një muzikë të këndshme, i them Ferdit, o Ferdi, ju keni një juri aty që përcakton kush do futet në finale. Unë mendoj, kot për shaka, unë mendoj, thash, duhet dhe një mjek aty, thash, që të masin qik frekuencën e pulsit, se në qoftë se mua, thash, një muzik marit pulsin 15, do me thënë nga 60, ma qoj 75. Kjo është suksesi. Kjo është suksesi dhe kjo e vle. Kjo duhet fitoj. është tash një parametër shumë fiziologjik dhe pa hile. Interesante. Dhe në qoftë se mua e dëgjoj atë muzikë aty, e dëgjoj dhe më ri 60 as lëviz fare, do të thotë që ajo nuk vlen. Sepse është adrenalina që e rrit nga kënaqësia. Pra kjo futet në qeshi me lotë dhe tha Spiro, dha këtë e ke menduar bukur, tha nuk e di si do ta bëjmë, tha, nejse unë thashë bëra për shaka për të treguar që në fund të fundit ka vlerë, ka shumë vlerë ajo, thash bën një mjek aty, thash fundit i matim pulsin, thash si shkon. Doktor, si ta parandalojmë stresin? Ky është problemi i madh, domethënë në botën e sotme dhe në kohën e sotme dhe bota është shumë e preokupuar si ta shmangi stresin. Stresi është i pashmangshëm. Stresi bashkëton me ne, bashkëton me njerëzit. Nuk divorcohet kur. Absolutisht. Bukur dhe mesazhe fantastike të jashtëzakonshme për të bërë një mbyllje, edhe një mbyllje të vogël do t'i thonja të mos duhet të mos haroj profesor Cabon, se kemi tonin, një intelektual i shquar i niveleve të larta, unë kam shumë mik, i cili ka thënë jetoje jetën në çdo sekond. Doktor, unë të falenderoj nga zemra, është e bukur ta mbyllim këtë pjesë të programit dhe bisedën sot së bashku me jetoni jetën në çdo sekond. Megjithëse folëm për stresin, ne mbyllim me jetoni jetën në çdo sekond. Faleminderit juve për kënaqësinë që më dhat. Faleminderit. Publicitet, kthehemi pas pak për të juar në pjesën e tretë programit.